Dështon për të dytën herë gjyqi për dosjen Veliaj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, nuk ishte i pranishëm në gjykatën e posaçme, por u përfaqësua nga avokati i tij Plarent Ndreca. Trupa e re gjyqësore, e cila u rishortua pasi 11 të bashkëpandehur në çështje kërkuan gjykim të shkurtuar, i vendosi në dispozicion kryebashkiakut 24 fashiku gjyqësor. Ndërkaq në seancën e kësaj të mërkure nuk ishin prezent 4 avokat, mungesat e cilëve shkaktoi pezullimin e afateve të paraburgimit për të 18 të pandehurit e dosjes, por kjo u kundërshtua me forcë nga avokati i Veliajt, pasi vendimi i përbashkët nuk ishte i shkaktuar prej tij, duke e quajtur shkelje flagrante të ligjit. Shkak për pezullimin e afatit të paraburgimit është bërë Lart Haxhiu, sepse avokati i një kompanie që ishte në ton, praktikisht ishte për të mbrojtur zotin Haxhia në një gjyq tjetër për të ushtruar drejtën e tij dhe kjo bëhet shkak për të pezulluar afatin e zotit Veliaj. Mëtej Plarent Ndreca tha se do të kërkojnë nxjerrje nga kafazi të Veliajt, duke e konsideruar mbajtjen e tij në kafaz të qelçt shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit. Kërkesa tjetër rrallë që ne do bëjmë është largimi i zotit Veliaj nga kafazi si një shkak që zoti Veliaj nuk merr pjesë në këtë proces dhe vendosja e tij pranë avokatit si një drejt kushtetuese. Disa ditë më parë, në procesin e ndarë me procedurë të shkurtuar, SPA kërkoi dënimin e të pandehurve, por heqjen e lirisë me burg e pezulloi në punë publike. I vetmi që sipas prokurorisë së posaçme meriton të dënohet me kohë burgimi në qeli është Elman Abule, biznesmeni që akuzohet për pastrim parash. Sipas dy prokurorëve të dosjes, Altin Dumani dhe Olzdado, ai duhet dënuar me 4 vjet e 8 muaj izolim në qeli. Erion Veliaj akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parash, mosdeklarim të ardhurash në bashkëpunim edhe me gruan e tij, Ajola Xoxa.